11 marsi vitit 2011 nisi si një e premte e zakonshme, por do të bëjë dita më vdekjeprurse në Japoninë moderne. Ajo që pasoi nuk ishte një ngjarje e vetme, por një zinxhir katastrofash që u përshkallëzua me shpejtësi. Një tsunami masiv dërgoi një mur gjigant uji drejt vijës bregdetare, ndërsa një shpërthim i papritur shtoi një dimension të ri dhe të rrezikshëm në krizë. Që nga ai moment, situata kërcënonte jo vetëm Japoninë, por kishte pasoja të mundshme globale. Në disa rajone, shkalla e shkatrimit ishte aq e madhe sa nuk ishte mjaft të mbijetuar për të kujdesur për të vdekurit. Shenjat e para paralajmëruese u shfaqën 2 ditë më herët, më 9 mars 2011. Në orën 11:45, një tërmet me magnitudë 7.2 goditi në brigjet e Sanrikut, duke lëkundur ndërtesat dhe alarmuar banorët. Megjithëse i fuqishëm, nuk ishte i pazakont për një vend të mësuar me aktivitet sismik të shpeshtë. 3 tërmete të tjera, secili mbi magnitudën 6.0, pasua në të njëjtën zonë më vonë atë ditë. Pavarësisht këtij modeli të pazakont, jeta u kthye shpejt në normalitet dhe pakush e kuptoi se këto dridhje ishin paralajmërimi një katastrofe shumë më të madhe. Më 11 mars, në orën 14:45, sistemi japonez i paralajmërimit të hershëm për tërmete zbuloi valët fillestare P përmes një rrjeti prej mbi 1000 sismometrash dhe menjëherë lëshoi një alarm. Trenat me shpejtësi të lartë u ndalën, fabrikat ndaluan makineritë dhe nxënësit udhëzuan të strehoheshin. Pak qaste më vonë, toka filloi të dridhej i fuqishëm. Në atë moment, ishte tashmë tepër vonë për të parandaluar katastrofën që po shpalosej. Në orën 14:46, një tërmet megathrust me magnitudë 9.1 goditi nën oqeanin paqësor veriperëndimor në një thellësi rreth 29 kilometra. Epiqendra ndodhi rreth 72 kilometra në lindje të kadishullit Toshika në rajonin Tohoku. Dridhjet u ndjen në të gjithë Japoninë dhe më gjerë, duke shënuar fillimin e një prej tërmeteve më të fuqishëm të regjistruar ndonjëherë. Lëkundjet më të forta u regjistruan në qytetin Kurihara, në prefekturën Miyagi, ku arritën intensitetin maksimal 7, sipas shkallës së Agjencisë Meteorologjike Japoneze. Dridhje të forta u ndjen gjithashtu në prefekturat Iwate, Fukushima, Ibaraki dhe Tochigi. Në Tokyo, rreth 373 kilometra larg nga epiqendra, ndërtesat e larta u lëkundën për disa minuta. Edhe qytetet të largëta, si Kyoto dhe Osaka, raportuan dridhje të ndjeshme, ndërsa pjesë të Kinës, Rusisë dhe Tajvanit gjithashtu e ndjen tërmetin. Instrumentet sismike në mbar botën regjistruan ndikimin e tij dhe forca ishte aq e madhe sa zhvendosi boshtin e tokës me rreth 18 cm. Për 6 minuta të pandërprera, toka vazhdoi të lëvizte. Gjatë kësaj kohe, u bë e qartë se edhe teknologjia më avancuar nuk mund ta parashikonte apo ndalonte plotësisht një katastrofë të tillë. Njerëzit në të gjithë vendin e përjetuan drejt për drejt këtë ngjarje. Në një rast, një nën në shtëpi me fëmijën e saj e kuptoi menjëherë seriozitetin e situatës kur toka filloi të dridhej dhunshëm. Ajo kapi shpejt djalin dhe doli jashtë, duke u bashkuar të tjerëve që po dilin nga shtëpitë në kërkim të sigurisë. Edhe pse i mbijetuan tërmetit, rreziku më i madh ende nuk ishte ardhur. Në oqean, tensioni tektonik që ishte ndërtuar për shekuj me radhë u çlirua papritur. Tërmeti shkaktoi ndryshime të mëdha fizike në gjeografinë e Japonisë. Ishulli kryesor Honshu u zhvendos rreth 2.4 metra drejt lindjes, ndërsa pjesë të vijës bregdetare u fundosën me afro 0.9 metra, duke lejuar detin të depërtonte më thellë në tokë. Shumë ndërtesa moderne i përballuan lëkundjet falë standardeve të avancuara inxhinierike,
por strukturat më të vjetra pësuan dëme të konsiderueshme. Zjarri shpërthyen në disa zona, përfshirë rafinerit e mëdha të naftës. Rafineria Cosmo Oil u doq pa kontroll për ditë të tëra, duke mbushur qiellin me tym dhe hi. Zonat më pranë epiqendrës përjetuan shkatrimin më të madh. Rreth 200 persona humbën jetën drejt për drejt nga tërmeti dhe dëmi ekonomik u vlerësua rreth $200 miliard amerikan. Përveç shkatrimit, shumë njerëz besuan se më e keqja kishte kaluar. Megjithatë, nën sipërfaqen e oqeanit paqësor, një forcë shumë më shkatruese po formohej. Pak minuta pas tërmetit, oqeani filloi të ngrihej në mënyrë të pazakontë, duke sinjalizuar fillimin e një tsunami. Në orën 14:49, Agjencia Meteorologjike Japoneze lëshoi paralajmërimin e parë për tsunami, duke vlerësuar fillimisht valët deri në 6 metra. Megjithatë, të dhënat nga një GPS pranë brigjeve të Iwates zbuluan shpejt një realitet shumë alarmues. Niveli i detit po rritej më shpejt dhe më lart se sa ishte parashikuar. Ajo që po afrohej nuk ishte një val e zakonshme, por një mur gjigant uji. Paralajmërimi u përditësua shpejt, me lartësi valësh që t'i kalonin 10 metra për Miyagin dhe 6 metra për Iwaten dhe Fukushimën. Në orën 15:21, një val rreth 8 metra e lartë goditi qytetin Miyako në prefekturën Iwate, një nga zonat më pranë epiqendrës. Gjiret karakteristike në formë V të rajonit e përforcuan fuqinë e tsunamit, duke bërë që ai të mbërrinte më herët dhe me intensitet më të madh se në zonat e tjera. Bregdeti i Sanrikut kishte përjetuar tsunami shkatrues edhe më parë, veçanërisht në vitet 1933 dhe 1960. Si përgjigje, u ndërtuan diga të gjëra mbrojtëse për të mbrojtur komunitetet bregdetare. Këto struktura u ndërtuan mbi bazën e përvojave të kaluara. Megjithatë, shkalla e tsunamit të vitit 2011 do të vinte në provë nëse këto masa ishin të mjaftueshme. Mund të dukej se mbrojtjet bregdetare do të ishin të mjaftueshme, por valet që goditën bregdetin e Sanrikut të i kaluan çdo parashikim. Një mur gjigant uji u fut në tokë duke marrë me vete makina, anije dhe ndërtesa të tëra, duke i hedhur ato me forcë të jashtëzakonshme. Një burr i paralajmëruar nga sirenat doli jashtë me një kamera për të dokumentuar tsunamin që po afrohej. Ajo që pa të i kaloi çdo pritshmëri. Oqeani avancoi me një shpejtësi të frikshme, duke përmbytur lagje të tëra brenda sekondave. Ai u përpoq të arrinte një zonë më të lartë, por shpejt kuptoi se kjo nuk ishte e mjaftueshme. Uji vazhdoi të ngrihej, duke shkulur shtëpit nga themelet. Edhe pse mbijetoi, një krizë tjetër po zhvillohej jo shumë larg, e cila do të ndryshonte edhe më tej fatin e vendit. Në orën 15:22, val masive filluan të kodisnin një rajon bregdetar pas tjetrit, nga prefektura Aomori deri në prefekturën Chiba. Qytetet përgjatë bregdetit pësuan shkatrim të madh, ndërsa shtëpit, portet dhe infrastruktura u shkatruan nga forca e ujit. Digat mbrojtëse, të cilat konsideroheshin të sigurta, u të i kaluan plotësisht. Në Rikuzen Takata, valët arritën lartësinë e një ndërtese 3-katëshe. Në zonat të tjera, niveli i ujit arriti rreth 38 metra dhe në disa vende pothuajse 40 metra, duke bërë një nga tsunamit më të larta të regjistruara ndonjëherë në Japoni. Shumë banor nuk ishin asnjë mundësi reale për të shpëtuar. Pamjet televizive treguan fuqinë e jashtëzakonshme të ujit, me kontenjerë që tërhiqeshin dhe ndërtesa që shtypeshin nga forca e pandalshme e valve. Deri në orën 15:25, uji kishte përmbytur zona të mëdha përgjatë rreth 675 kilometrave të vijës lindore të Japonisë. Nga Hokkaido në veri deri në Arai në prefekturën Ibaraki,
komunitetet të tëra u shkatruan, shumica brenda orës së parë pas tërmetit. Në një shkollë, rreth 200 persona, përfshirë mësues, fëmijë dhe prindër, ishin strehuar pas tërmetit. Duke besuar se rreziku kishte kaluar, ata filluan të organizoheshin dhe të kontrollonin njëri tjetrin. Pak qaste më vonë, erdhi paralajmërimi për një tsunami që po afrohej. Stafi u përpoq të drejtonte të gjithë përsëri brenda, por vala mbërriti me forcë dërmuese. Ajo përshkroi ndërtesën, duke shkatruar muret dhe duke marrë gjithçka në rrugën e saj. Mes kaosit, disa persona rrezikuan jetën për të shpëtuar të tjerët. Një shpëtimtar përshkroi se si tërhiqte fëmijët nga uji, duke i kapur ndërsa luftonin kundër rrymës dhe duke i çuar në siguri. Disa ishin kapur pas tavolinave dhe mbetjeve, duke kërkuar ndihmë ndërsa uji përmbytjes rritej rreth tyre. Pavarësisht përpjekjeve, humbjet ishin shkatruese. Nga 108 personat që ndodheshin në shkollë, 74 fëmijë dhe anëtar të stafit humbën jetën. Për të mbijetuarit, trama asaj dite ishte vetëm fillimi i një rikuperimi të gjatë. Rreth 30 minuta pasi valët e para goditën, uji filloi të tërhiqej. Megjithatë, rryma që kthehej ishte pothuajse po aq shkatruese sa ajo që kishte hyrë. Mbeturina, automjete dhe pjesë ndërtesash u tërhoqën përsëri drejt oqeanit. Shumë nga ata që kishin arritur të mbijetonin, duke u kapur pas subjekteve që notonin ose mbi çatit, u morën nga rryma gjatë kësaj faze. Të tjerë që kishin arritur në zona më të larta, shikonin të pafuqishëm, ndërsa shtëpitë dhe komunitetet e tyre zhdukeshin në det. Ndërsa për masat e katastrofës u bën më të qarta, u kuptua se zonat të tëra të ulta mbetën në ujë, duke bërë pothuajse të pamundur ndërhyrjen e menjëhershme për shpëtim. Deri në fund të ditës, më shumë se 18.000 njerëz kishin humbur jetën, ndërsa mijëra trupa nuk u gjetën kurrë. Shkatrimi ishte i plot, qytetet të tëra u zhdukën, duke u zëvendësuar nga heshtja dhe mbeturinat. Në disa raste, familjet që kërkonin mes rënojave bën zbulime tragjike. Të mbjetuarit gjetën të afërmit të tyre, të bllokuar në automjete ose të mbuluar nga rënojat. Numri i madh i viktimave e i kaloi kapacitetin e sistemeve lokale. Morgjet të mbushën përtej kapacitetit dhe nuk ishte mjaft njerëz për t'u marrë me trupat. Në disa zona, realiteti ishte i pamëshirshëm, nuk ishte mjaft të gjallë për të kujdesur për të vdekurit. Ndikimi i tsunamit u përhap shumë përtej Japonisë. Valet u përhapën nga epiqendra në të gjithë oqeanin paqësor me shpejtësi që i afroi 800 km/h. Brenda disa orësh, valë rreth 3.7 metra arritën në Hawaii dhe në ishujt aleutian të Alaskës. Ato vazhduan drejt bregut perëndimor të Shteteve të Bashkuara, duke goditur Kaliforninë dhe Oregonin. Në Crescent City, porti u dëmtua rënd, me doke të shkatruara dhe anije të coptuara, duke shkaktuar dëme prej 10 miliona dollarësh. Në Santa Cruz, shumë anije u fundosën, mollet u dëmtuan dhe humbjet kaluan 17 milion dollar. Pas rreth 18 orësh, efektet e tsunamit u regjistruan edhe në Antarktidë, duke treguar shtrihjen globale të kësaj katastrofe. Një valë e fuqishme madje shkëputi një pjesë të raftit të akullit Sulzberger në Antarktidë. Ndërkohë që bota përpiqej të kuptonte për masat e kësaj fatkeqësie, në Japoni po zhvilloi një krizë edhe më e rrezikshme. Në centralin bërthamor Fukushima Daiichi po krijoi një kërcënim i heshtur dhe në rritje. Centrali, i vendosur në qytetet Okuma dhe Futaba në prefekturën Fukushima, u godit nga tërmeti në orën 14:46. Ai humbi menjëherë furnizimin kryesor me energji, kur linjat e transmetimit u dëmtuan.
Generatorët rezervë me naftë u aktivizuan për të mbajtur në funksion sistemet e ftojes dhe për të parandaluar mbinxehjen e reaktorëve. Fillimisht, situata dukej nën kontroll. Brenda centralit, inxhinieri Atsufumi Yoshizawa po monitoronte reaktorët 5 dhe 6. Megjithatë, brenda më pak se një ore, situata u përkeqësua me shpejtësi. Një val tsunami rreth 15 metra e lartë goditi Bregdetin e Fukushimës, duke të i kaluar digën mbrojtëse prej rreth 6 metrash. Uji përmbyti centralin, duke shkatruar generatorët dhe sistemet elektrike. Brenda sekondave, objekti u zhyt në errësirë totale. Me humbjen e energjisë, sistemet e ftohjes dështuan. Temperatura në reaktor filloi të rritej në mënyrë të pakontrollueshme dhe sinjalet emergjente tregonin përkeqësim të vazhdueshëm. U bë e qartë se situata kishte dalë jashtë kontrollit. Qeveria japoneze urdhëroi evakuimin brenda një rrezie prej 3 kilometrash nga centrali. Banorët në zonën 3 deri në 10 kilometra udhëzuan të qëndronin brenda, por me rritjen e rrezatimit, zona e evakuimit u zgjerua në 10 kilometra. Pavarësisht përpjekjeve të dëshpëruara për të stabilizuar reaktorët, temperaturat vazhduan të rriteshin. Të nesërmen, situata arriti nivele kritike dhe pjesët e brendshme të reaktorëve filluan të shkryeshin. Më 12 mars, në orën 15:36, një shpërthim hidrogjeni shkatroi njësinë 1, duke hequr çatin e ndërtesës së reaktorit. Zona e evakuimit u zgjerua në 20 kilometra. Kriza u përkeqësua në ditët në vijim. Më 14 mars, në orën 11:01, një shpërthim tjetër më i fuqishëm ndodhi në njësinë 3, duke shkaktuar dëme të mëtejshme dhe duke lëshuar materiale radioaktive. Një shkrirje pjesme e bërthamës ndodhi edhe në njësinë 2. Më 15 mars, njësia 2 lëshoi sasi të mëdha gazesh radioaktive, duke shënuar nivelet më të larta të rrezatimit. Po atë ditë, një zjarr shpërtheu në depozitën e karburantit të përdorur në njësinë 4, duke liruar edhe më shumë substanca radioaktive në atmosferë. Në këtë pikë, Fukushima ishte kthyer në një katastrofë bërthamore në shkallë të plotë. Nivelet e rrezatimit brenda centralit rritën deri në 1000 herë mbi normalen. Ajo që nisi si një katastrofë natyrore, po zhderoi në një krizë të rëndë të shkaktuar nga njeriu me pasoja globale. Ndërsa situata përkeqësoi, shumica prisnin evakuimin e plotë të centralit. Megjithatë, një grup i vogël punëtorësh shndroi. Të njohur si Fukushima 50, këta inxhinier, teknik dhe operator morën përsipër detyrën për të stabilizuar reaktorët dhe për të kufizuar përhapjen e rrezatimit. Ata nuk ishin të përgatitur për kushte të tilla ekstreme, por qëndruan për shkak të ndjenjës së detyrës. Duke punuar në rrezikun e vazhdueshëm të ekspozimit ndaj rrezatimit fatal, ata arritën të rikthenin një farë kontrolli mbi situatën. Përpjekjet e tyre vazhduan për javë të tëra në kushte të rrezikshme. Pa ndërhyrjen e tyre, pasojat mund të kishin qenë shumë më të rënda. Ndërkohë, tragjedia njerëzore vazhdonte. Një banor, Naoto Kimura, jetonte pranë prindërve të tij me gruan dhe 2 vajzat. Kur tsunami goditi, valët morën baban e tij, gruan dhe vajzën më të vogël, 7 vjeçaren Yuna. Nga shtëpia e tyre mbeti vetëm themeli. Muaj më vonë, një këpucë e vajzës u gjet mes rënojave. Ai u detyrua të largohej nga zona për shkak të rrezikut bërthamor. Më shumë se një dekadë më vonë, trupat e 111 personave që humbën jetën në Okuma janë gjetur, përveç Yunës. Deri më 20 mars, energjia elektrike u rikthye pjesërisht në central, por u deshën disa javë të tjera për të stabilizuar plotësisht sistemet e ftojes. Katastrofa la pasoja afagjata mjedisore. Grimca radioaktive u përhapën në Japoni dhe u zbuluan edhe në Shtetet e Bashkuara dhe Europë.
Operatori i centralit konfirmoi se mbi 10.000 ton ujë kontaminuar ishte derdhur në oqean. Zonat e gjëra rreth centralit mbetën të pabanueshme edhe pas shumë vitesh. Më shumë se 100.000 njerëz u zhvendosën nga shtëpitë e tyre. Fatkeqësia e Fukushimës u bë aksidenti bërthamor më i kushtueshëm në histori, me kosto që të i kalojnë $180 miliard. Tërmeti Tohoku i vitit 2011 ishte më i fuqishmi i regjistruar ndonjëherë në Japoni. Efektet e tij u ndjen në mbar botën, ndërsa mbeturina nga qytetet japoneze vazhduan të shfaqen në brigjet e Amerikës së Veriut vite më vonë. Më shumë se 120.000 ndërtesa u shkatruan, gati 20.000 njerëz humbën jetën dhe mijëra të tjerë mbetën të zhdukur. Dëmi total u vlerësua në $235 miliard, duke bërë katastrofën natyrore më të kushtueshme në historinë njerëzore. Japonia është ngritur përsëri, por 11 marsi 2011 mbetet i gdhendur thellë në kujtesën e botës. Një kujtesë e fuqisë jashtëzakonshme dhe të paparashikueshme të natyrës. Nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla, abononi në kanal dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video tjetër.